Mes një realiteti ku shpesh ngjarjet e përditshme duken më të pabesueshme se vetë arti skenik, aktori dhe regjizori Gent Beko rikthehet para publikut shqiptar me një shfaqje që ndërthur humorin me kritikën sociale. Komedia e zezë Gomerët e Trojës pati premierën në skenën e teatrit Migjeni, duke sjellë një interpretim modern të motiveve të lashta homerike, të vendosura në kontekstin shqiptar të ditëve të sotme. E ndërtuar mbi frymën e Iliadës, por e trajtuar përmes ironisë dhe satirës bashkohore, vepra vënë pa problematika sociale, politike dhe kulturore që vazhdojnë të ndikojnë jetën në vend. Përmes dialogëve, therrës dhe situatave absurde, shfaqja synon të godas mentalitetet dhe fenomene që janë bërë pjesë e realitetit përditshëm. Komedia, e cila shkon nëpërmjet humorit, por e ka mundësinë të përcjellë edhe mesazhe. Pra mos njelet thjesht në kuadrin hajde të argëtojmë masat edhe të kalojmë në atë logjikën e perandërisë romake, buke dhe cirk edhe mendje rehat. Kështu që them që misioni kryesor i teatrit është që të zgjojmë masat. Shiko, politika dhe arti asnjëherë nuk shkojnë bashkë. Në momentin që arti dhe politika shkojnë bashkë, kushdo qofshin forcat politike, do të thotë që sistemi vdes. Nëse arti kthehet në funksion të politikës, arti ka marrë fund. Nuk është ky misioni i artit. Misioni i artit çoj mesazhe. Ndonjëherë të krijojë dhe revolucione. Revolucionet më të mira fillojnë madje nëpërmjet artit. Nëse neve nuk arrijmë të financojmë dot artin, sepse mendojmë që është një financim i cili nuk na kthejnë gjë mbrapsht financiarisht, që këtu jemi në një gabim trashanik. Arti është një investim për të ardhmen. Duhet një gjë për identitet, domethënë ne kemi filluar të humbasim identitetin. Neve mendojmë ashtu si Trojën, ta mbjellim me krip një gjë dhe historia të fillojë nga ne. Nuk funksionon kështu. Nuk mund të funksionojë. Dhe duhet marrë fund sepse u bë gjatë. Në 91 unë isha 11 vjeç. Dhe mbas 35 vjetësh ne jemi po prapë në një status quo me të njëjtët Gomerë Trojësh që vazhdojnë vetëm ndrojnë flamur apo ndrojnë portrete dhe fytyra, se nuk flasim për një individ, flasim për një kast. Kasta është e rrezikshme, nuk është individi. Individin masa mund ta mbysi, po ndonjë, një masë me mend. Dhe intelektualët duhet të flasin, nuk duhet heshtin. Artistët duhet flasin, nuk duhet heshtin. Me një ritëm të gjallë skenik dhe personazhe që publiku i njeh lehtësisht nga realiteti shqiptar, Gomerët e Trojës përpiqet të sjellë një formë humori që jo vetëm argëton, por dhe nxit reflektim tek spektatori. Shfaqja sjell disa mesazhe, të cilat sigurisht thohen me anën komike, por njëkohësisht janë edhe ato që të bajnë me reflektu në fund të shfaqjes, besoj. Kjo shfaqje ka hilaritet, i ka gjitha mrend, ju e thot vetë pak më përpara, ka të pjesën dramatike e cila është mi dhënë një gusht fort popullit edhe mi u thënë, në gjojën e vetë një herë ma vonë të tjerët, është pjesa komike që çdo gjë përdoret edhe nga sarkazma, kalon në ironi, sarkazm, pra çdo gjë është me shkallë. I njohur për qasjen e tij kritike ndaj miteve dhe rikthimin e tyre në kontekst modern, Beko e paraqet këtë herë Trojën si një metaforë të shoqërisë shqiptare, me kontraste, tensione dhe paradokset që e shoqërojnë atë sot.